nuk kam bindje të forta dhe këtë duhet edhe nuk jam I bindur që me që kërcyra ka shkuar me Përmetin, tashmë Përmeti zgjidhi të gjitha problemet, qytetarët e Bashkisë Madhe Përmet dhe Kulcyr do lullzojnë ekonomia atje, do lullzojnë shpenzimet, do ulen, investimet do rritën, për këtë jam shumë skeptik. Në planin politik tashmë, në planin politik kam shumë vështirë të bëj analizë sepse zgjedhjet e 2019-s na çojnë në të dhëna të degeneruara të sistemit edhe elektoral për arsye që ato ishin zgjedhje moniste edhe për skandalin e pafalshëm të Partisë Demokratike që I bojkotoi, gabim fatal që la hapësirë të lirë. Por është shumë vështirë të bësh kalkulime, le të themi, nëse Klosi, le të themi që ishte I PD-s deri ka shkuar me Matin, sot se çfarë kompozimi del, apo Prejasi me Librazhdin. Kjo për vetëm arsye se sot po të thuash se 54 bashki janë të gjitha me Partinë Socialiste, apo të them se çfarë do I sjelli Rogozhina socialiste, Kavajës historikisht demokratike. Tashti këto gjëra ngelin për t'u parë, pra nëse do ishin para 2019, pa bojkotin, mund ta bënin këtë analizë, pra u mbyllën për efekte elektorale apo jo. Nuk mund ta them, këtë duhet të jem krejt I sinqert me juve dhe teleshikuesit tuaj që të ngrej një alibi që e ka bashkuar Prejasin me Librazhdin se intereso për vota. Ato të majtë jërit, majtë është tjetër, ashtu kanë qenë historikisht. Por, duhet ta them diçka. E pandershme është treguar Partia Socialiste dhe majoranca këtu, sepse një parti në udhëheqje, në qeverisje, por dhe opozita, për hir të së vërtetës, kur në zgjedhjet parlamentare të vitit kaluar, ato duhet ishin treguar të sinqert, kur shkuan në fushat, në Prejas që premtuan atë e këtë gjitha të mira për ta lullzuar Prejasin, po të kishin qenë të ndershëm, duhet I kishin thonë qytetarëve të Prejasit në programin e Partisë Socialiste për Prejasin, për zhvillimin lokal, rajonal dhe koezionin rajonal, për integrimin, ne ju premtojmë juve që Bashkinë Prejas pas fitores tonë dhe para zgjedhjeve ne do ta mbyllim, do ta shkrijmë. Po kështu të bënin me gjithë bashkitë tjera. Këtë do vlerësoja shumë, me guxim, por politikani e thotë. Ndaj në këtë aspekt thash është një defekt shumë I madh I të bërit politik që nuk janë të ndershëm, duhet të reagojnë